Dashuria e vërtet. Me që ishte e diel, pra ditë pushimi, burrë e grua vendosën të shkojnë në kopshtin zoologjik, prem biletat edhe hynë brenda. Teksa sodisnin kafshët e mbyllura në stalla dhe kafaze hekuri, u ndalën te një kafaz me një çift majmunësh, të cilët luanin të gëzuar. A çfarë historie dashurie që po përjetojnë. Asa romantik që nga mashkulli, tha ajo. Vazhduan të kalojnë nga njëri kafaz tek tjetri, derisa arritën tek një çift luanësh. Mashkulli ishte ulur i heshtur, ndërkohë që femra qëndronte pak më tej, duke vështruar vizitorët. A çfarë trishtimi dhe ftohtësie, tha e shoqja. I shoqi, duke nxjerrë një shishe bosh, ja drejtoi të shoqes dhe i tha: "Që ta kuptosh sa vlerë ka femra për luanin, hidhe këtë shishe në drejtim të femrës dhe pritë reagimin e mashkullit." E shoqja mori shishen dhe e hodhi në drejtim të femrës. Luani mashkull, kur pa shishen që ju hodh femrës së tij dhe zhurmën që bëri shishja, brofi në këmbë drejt hekurave dhe u lëriti duke tundur vendin. Mandej vajtën te kafazi 2 majmunëve romantik dhe i hodhën një shishe femrës së majmunit. Majmuni mashkull, kur pa shishen që u hodh dhe zhurmën e saj, ja mbathi me të katra në maj të pemës, duke e lënë femrën e tij të vetme. I shoqi i tha: "E dashur, mos u mashtro me aparencën edhe me ndjenjat falco. Shumë njerëz e kanë të vështirë t'i shprehin ndjenjat e tyre për shumë arsye. Ama në momente e nevoje, nxjerrin xhevaire me vepra, jo me fjalë."